Kush është Stavro Pilo? Kjo është një nga pyetjet që shumë kush po bën pas publikimit të listës nga Silvinho për ndeshjen kundër Polonisë. Trajneri Silvinho prezantoi dy risi në këtë grumbullim, Bujar Plana dhe Stavro Pilo. Ndërsa Plana nuk ishte surprizë pasi kishte kohë që përflitej për një ftesë të kuqezin, emri Pilos ishte më pak i njohur për publikun. Në këtë video do të flasim për mbrojtësin e ri dhe grumbullimin e tij deri këtu. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Stavro Pilo ka lindur në 10 dhjetor të vitit 2000 në ishullin Rodos të Greqisë. Ai vjen nga një familje me origjinë nga Dropulli, të cilët janë shpërngulur herët në Greqi. Që në fillimet e tij Pilo u dallua si një mbrojtës i majt, me prirje për të ndihmuar edhe në fazën sulmuese. Hapat e parë në futbollin profesionist i olli te pas Janina, ku filloi të marrë minuta dhe të tregoi potencialin e tij. Më pas ai kaloi një periudhë te Iraklis, ku fitoi më shumë eksperiencë dhe vazhdoi të zhvillojë lojën e tij. Performancat e tij nuk kaluan pa u vënë re dhe në verën e vitit 2023 AEK i Athinës vendosi ta afrojë në skuadër. Ky ishte një hap i rëndësishëm në karrierën e tij, pasi AEK është një nga ekipet më të mira në Greqi. Që në momentin e transferimit, Pilo ka arritur të grumbullojë 66 paraqitje me fanellën e AEK-ut, duke shënuar vetëm një gol dhe duke dhënë 7 asistime. Këto shifra tregojnë se ai nuk është vetëm një mbrojtës që funksionon në detyrat defensive, por që ndihmon edhe në fazën sulmuese, sidomos me pasime dhe dalje përpara në krahun e majt. Vetëm këtë sezon ai ka regjistruar 33 paraqitje, çka tregon se është një lojtar i besuar dhe me shumë minuta në këmbët e tij. Vlera e tij në treg sipas Transfermarkt është 1.5 milion euro, një tregues i zhvillimit të tij dhe rëndësisë që ka marrë në skuadrën ku aktivizohet. Rruga që po ndjek Pilo është e ngjashme me atë që ka ndjekur dhe Mario Mitaj, i cili gjithashtu doli nga AEK dhe më pas u bë pjesë e rëndësishme e kombëtares shqiptare. Ftesa nga Silvinho është një mundësi e artë për Pilon që të tregojë vlerat e tij në një nivel tjetër dhe të fitojë një vend në ekip. Duke parë formën dhe minutat që ka marrë këtë sezon, ai mund të jetë një alternativë serioze në krahun e majtë të mbrojtjes. Tani mbetet për tu parë se si do të përshtatet me ekipin dhe roli që do të ketë në ndeshjen ndaj Polonisë. Kemi ardhur në fund, ndaj mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.